dhe lëvizjet forta në partit, në strukturat politike të Shqipërisë, dhe kam një panel shumë interesant për ta diskutuar. Arber Hitaj rikthehet në studio dhe sa herë që është Rama në vështirësi, na pëlqen ta ngacmojmë pak Arber. Mirëmëngjes Hitaj, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Por duket se ka është i pambrojtur në këtë çaste. Megjithatë duket se ka krijuar një lloj presioni politik edhe tek opozita, edhe pse shumica e argumenteve që përdor Sheshi dhe denoncimeve që nxjerrin qytetarët kanë qenë dhe janë argumente të opozitës. Për këtë kemi bezdisur Bar Spahi në këtë mëngjes. Mirëmëngjes zoti Spahi, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Do të kemi edhe një super partes, por e kemi pas pak një lidhje të drejtë për drejtë video, ajo që do doja të dija në këto momente nga Arbri në ç'pikeshe protestën në këto çaste. Unë kam qenë që në ditët e para ata njerëz që kanë mbështetur dhe mbështes protestën. Absolutisht kërkesat që dalin aty, të paktën 90% ose edhe më shumë, edhe 100% janë kërkesa që qëndrojnë. Dhe janë kërkesa që në të vërtet janë problematika të cilat janë ngritur dhe më herët. Problematika që lidhen me pabarazin, problematika që lidhen me pensionet, që lidhen me çështjen e pronave, që lidhen me minimumin jetik që nuk është aplikuar, që lidhen me mungesën e shanseve të barabarta për ata të rinj të cilët dalin nga bankat e universiteteve dhe janë shumë cilësor dhe kanë të vështirë që të gjejnë veten në një ambient që është tërësisht i kontrolluar politikisht. Pra, jam totalisht në mbështetje të gjithë asaj pjesës që ka të bëjë me kërkesat dhe kam qenë pothuajse për ditë në protest, e kanë ndjekur edhe në rrjetet e mia sociale, i kanë vënë fytyrën time pjesës. Edhe ke protestuar apo thjesht e ke ndjekur si gazetar? Patjetër, të dyja bashkë. Fakti që shiko, unë besoj që ata njerëz që shkojnë atje, përveç kuriozitetit, edhe besojnë te kauza. Pra, nuk mund të them që është faktuar një qasje politike, pra aty është faktuar një militant i ri në klapa gjithmonë, i cili është kundër PS-s ose kundër PD-s. Por është një lloj revolte që njerëzit e kanë, edhe ndaj partive të vjetra politike. Dhe kjo është ndaj klasës politike ta quajmë. Klasës, po është pak ironike kjo se ndaj klasës dhe ndërkohë ke parti parlamentare në shesh. Dhe ka një gjë, pse gjen njerëzit veten atje, sepse nuk e gjen për një arsye. Nëse ti do edhe sjarim dhe atë pjesë, por dua ta them edhe këtë pjesë. Protesta ka arritur mendoj unë në një pikë shumë të lartë të saj. Por është një pikë e cila her pas here ka ditë që futet në konfuzion. Pra, ka ditë që nuk është shumë e qartë në kërkesa. Ka ditë pasaj që është shumë e qartë në kërkesa. Ka ditë që dalin njerëz që flasin dhe nuk thonë asnjë gjë. Ka ditë që dalin njerëz që flasin dhe janë njerëz që kanë një të shkuar pak problematike. Pra, është një pikë që unë besoj që organizatorët duhet të jenë të kujdesshëm te pjesa që ka të bëjë me qartësinë. Me qartësinë e asaj që vjen më pas, sepse i kërkove njerëzve që të dalin, i kërkove të një të përgjeshëm dhe ata dolën. Por tani ka një përgjegjësi edhe nga ana organizatorëve, mendoj unë, që të kalojnë në nivelin tjetër. Sepse kjo është çfarë nivelin tjetër? Niveli tjetër për mua do të jetë një grup nismëtar 40 vetash i cili të jetë ai që do negociojë me partitë politike, se në fund të ditës si do materializohen këto? Si do materializohen, ku do shkojnë? Po, një sekond se këtu kemi një zhvillim. Dhe për shembull zoti Berisha dje ka pasur qartësi dje ose pardje. Për ta mbyllur të plot. Atë pjesën që tha që duhet futen në sistem. Pra, i mbështes por duhet futen në sistem. Kjo është e vërteta. Po, edhe pse disa nxituar ata quanin si kritikave, me të drejtë. Me të drejtë ata thonë që zoti Berisha do ta marrë dhe mund të jetë normale kjo gjë, një politikan, një lëvizje të tillë do ta marrë. Po e heq këtë. Ta kapitalizoj se ti këllon. Ta kapitalizoj gjitha gjërat, po e heq këtë element. Por duhet tani të kalohet në fazën tjetër. Se ke dot këtë energji qytetare, nuk mund ta kesh dot në vazhdimsi për 5 muaj. Do të edhe mund të jetë dhe ne po e paragjykojmë qytetarin shqiptar dhe nuk e njohim se sa shumë ai është zgënjur nga partitë politike dhe do dalë akoma më shumë, por nuk e shikojmë këtë tendencë. Ja kuptoj. Spahia. E para një më duhet një pasqyrë e raportit që ka Partia Demokratike me protestën sot. E filluat pak çuditshëm, u përqafuat, disa ju refuzojnë. Jo, as pak. Ju jeni prezent në shesh? Unë besoj që Partia Demokratike është prezent në shesh, ka qenë në mbështetje të kësaj proteste që ditën e parë. Madje të gjitha kërkesat e atyre qytetarëve, po ti marrësh një nga një ti studiosh, janë eksaktësisht kërkesat. Ja, retorika juaj, me thënë drejtën. Absolutisht, janë elaboruar, janë edhe keni protestuar me ato. Le të themi edhe publikisht, masivisht janë kërkesat të cilat dihet më që janë edhe të opozitës shqiptare.
Dhe kjo është edhe aspekti pozitiv I kësaj proteste, se nuk do të kishte logjik një protestë kaq e madhe, kaq e zëshme, kaq e bujshme, të mos ishte të njëjtën linjë me opozitën. Tek e fundit I gjithaj popull aty është një popull opozitar, I cili sot ngren zërin kundra shkaktarëve kryesor të situatës aktuale politike, ekonomike, sociale të vendit. Dhe jo më kot gishti drejtohet tek kryeministri Rama, tek qeveria e tij dhe tek majoranca e tij. Është absurde që akoma sot e kësaj dite të kërkohet nga gjithaj popull, tani më për te fakti që është popull opozitar, por nuk është I kanalizuar vetëm në një forcë politike, sepse aty ka njerëz të gjitha shtresave, të gjitha bindjeve politike, por është absurde që akoma sot kërkohen janë disa apo shtrohen disa kërkesa bazike, po ti shikosh. Garantimin e votës lirë, garantimin e shërbimeve minimale, duke filluar nga ato shëndetësore, minimumi jetik, trajtohen problematikat të cilat lidhen direkt me çdo familje shqiptare. Fakti që familjet shqiptare tani më janë gjendën të ndara në mes fëmijët e shumicës së familjeve shqiptare janë rrugëve të botës, ndërkohë që të moshuarit ngelen betëm në shtëpitë e tyre, në pa mundësi ekonomike, në pa siguri për shëndetin dhe jetën e tyre, me problematikat vazhdueshme në raport me strukturat e shtetit në këtë vend, të cilat jo vetëm nuk janë në mbështetje të tyre, por shpesh herë janë abuzive, kaqë të drejtave minimale bazike të qytetarëve të vet, përballen me një arrogancë të tejskajshme të kryeministrit vet, por edhe të pastaj në formë piramidale të gjithë strukturës qeveritare, shtetërore, të gjitha zyrave të shtetit, të cilat jo vetëm janë të korruptuara, të zhytura thellësisht në korrupsion, dhe kur flasim për korrupsion tu çdo qytetar e percepton si grabitje në xhepin e vet direkt, tani më flitet për 10-100 miliona euro abuzime nga skandali në skandal, nga afera në aferë, dhe askush nuk mban përgjegjësi. Madje, siç jemi mësuar tani ta shohim, është pikërisht ky kryeministër I cili me anë të forcës së kartonëve të bler apo të grabitur, siç e kemi denoncuar ne vazhdimisht si opozit, bëhet mburoj edhe e personave të akuzuar direkt nga drejtësia me fakte konkrete për mbrojtjen nëpërmjet mandateve nga drejtësia dhe strukturat e saj. Në këtë kontekst mendoj se ajo protesta, ajo revolt pasuron më së miri ndjesinë e çdo qytetarit, I cili ndjehet sot I pafuqishëm, ka shi një pushteti abuziv. Dhe është edhe ajo kryefjala aty pastaj e cila kërkon me forcë largimin e kësaj qeverie. Arsyet pastaj janë të pafundme. Por të gjitha, po t'i shikosh në të njëjtën linjë me kërkesat e opozitës dhe jo vetëm. Mos harrojmë që ajo protesta aty është edhe rezultat I një lufte të pa kompromis të opozitës shqiptare prej 13 vitesh, 14 vitesh, nëpërmjet denoncimeve dhe faktimeve të abuzimit të kësaj majorancë dhe ti kryeministri ka shi çdo qytetari shqiptar. Pra në një farë mënyre ka qenë pikërisht Partia Demokratike dhe Opozita Shqiptare, e cila është bërë prej vitesh tashmë zëri mbrojtës I interesit të atyre qytetarëve. Prandaj edhe është natyrale që të jemi në të njëjtën linjë, ta mbështesim fuqishëm. Jo thatë ndoshta jo në fillim siç duhet, por për mendimin tim nuk është ashtu. Ne që në fillimin e kësaj proteste, mos harrojmë, u iniciu si një reagim qytetar ndaj dhunës përdorur në Zvërnes ka shi një qytetari, për atë aferë korruptive e cila që në fillim e vet nga ana e Partisë Demokratike u trajtu në mbrojtje të interesit qytetar. U kërku me forcë transparencë e plot për të gjitha procedurat e ndjekura në atë aferë dhe mbajtja e përgjegjësisë. Po, a ju shqetëson që një pjesë e qytetarëve që dalin protest kanë perceptimin, ndoshta edhe një communication breakdown, thoshte Led Zeppelin, në faktin që ju her pas here kanë tendencën t'ju barazojnë ose t'ju akuzojnë si bashkëpunim me Ramën? Shiko, shej barazimit është një nga
le të themi, tendencat... Dhe suksesi Ramës. Pikërisht, është një sponsorizim dhe një nga tendencat kryesore e përdorur nga pushteti për të minimizu impaktin apo revoltën e qytetarëve kashi Ramës dhe qeverisë së tij. Kjo është evidente tashmë, nuk mund të ketë shej barazimi midis një pushteti të zhytur në krim në korrupsion tash 13 vite me një opozitë që deshu shparos, e cila ishte në sulm të egër nga ana e mazhorancës, e lobimeve të ndryshme të saj brenda dhe jashtë vendit, por edhe një opozite e cila është përballë me sulmin e egër të përdorimit të strukturave shtetërore, parave pista, krimit organizuar në çdo përballje elektorale me këtë mazhorancë. Në këtë aspekt është e kotë tentohet të vendoset ai shej barazimit. Besoj çdo qytetar normal e ka parasysh se nuk mund asgjë, jo vetëm në Shqipëri, por besoj në krejt rrezullin toksor nuk mund të krahasohet me aferat korruptive të një qeverie të tillë. Shikoni aferën Balluku, aferat Balluku, se për hir të vërtetës janë të shumta. Shikoni aferën e Akshit, shikoni aferat në shëndetësinë shqiptare, shikoni të gjitha aferat e kryeministrit Rama dhe enturazhit të tij, përfshirjen e tyre në trafiqet e drogës përveç se korrupsionit dhe le themi edhe përfshirja eksponentëve kryesor të kësaj mazhorance direkt me eksponentët kryesor të krimit organizuar. Prandaj janë të pakrahasueshëm këtë. E kuptoj. Megjithatë ka një moment që kështu si gazetar dhe si ndjekës i aktualitetit më jep gati një lloj keqardhje. Dy lajme jashtëzakonisht forta për liderin e opozitës që kanë kaluar pa u vënë re, kanë kaluar lehtëshëm, Hitaj dhe Spahia. Iku non grata dhe në vend që të kishte një moment pauze në këtë vend pasi për 5 vite jemi përdhunuar në nivel audio dhe video nga eksponentët e mazhorancës, ai non grata, nuk pranojnë propozime ligjore nga non grata, Berisha non grata, etj, halli personal, merr peng PD. Tani që iku non grata, bëjmë sikur se kemi përmendur kurrë në hapësirën publike. Dhe e dyta, konferenca e pardjeshme për shtyp e zotit Berisha ishte një nga dalet më të forta dhe aksioni më i fortë politik që ka ndodhur që nga dita e parë e kësaj proteste, ku Berisha tha i pranoi të 5 pikat e protestuesve me kushtin që të kalojnë nga parlamenti një votim, pra duke i dhënë legjitimitet atyre dhe ata ndoshta nuk e kuptuan, nuk e lexuan, dhe mbi gjitha një nga ato pika ishte fakti që Berisha parlemori që nuk do jetë kandidati i PD-s për kryeministër kurdo qofshin zgjedhjet e ardhshme. Hitaj të më pas Spahia. Shiko, njerëzit tash nuk do bëjmë sikur s'ndodhi kjo gjë. Dgjoj, e marrim me radhë. Po, fillojmë nga non grata. E fillojmë nga non grata, nga duashti. Nga ish non grata do e quajmë tani. Nga pjesa e sankcionimit që i bëri vetë sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken zoti Berisha në vitin 2021. Ka qenë një vendim shumë i fortë që ne ata që janë njerëz të ftohtë edhe në atë kohë kanë interpretuar si një lajm jo pozitiv, sepse e përjashtojmë emrin e zotit Berisha, po është një lajm jo pozitiv, ishte një lajm jo pozitiv, sepse kryeministri i Shqipërisë, ish presidenti i Shqipërisë, sankcionohet me akuzat direkte si pengusi i demokracisë. Dhe heqja e kësaj non grata padyshim që është një lajm mirë për Shqipërinë. Patjetër dhe vetë personalisht për zotin Berisha, po ky është një tjetër diskutim i takon atij, i takon familjes së tij që ta interpretoj si të ketë ai dëshirë. Diskutimi është që non gratën e tij politikisht zoti Berisha e ka rrëzuar vetë që kur erdhi në krye PD-s dhe që kur e mori partinë. Pra në një farë mënyrë edhe që kur mori 500.000 vota, ai e rrëzoi vetë non gratën me Partinë Demokratike dhe me votuesit të cilët nuk u morën fare me këtë element, pavarësisht kritikave, pavarësisht përdorimit dhe me të drejtë, sepse nuk ishte një vendim normal që i bëhet një lideri politik. Po thua që kushdo do e përdorte për kundërshtar. Në politik nuk mund të thuash një kundërshtarit pse ti më akuzon mua. Kundërshtari po të kapi pikën e dobët, do të masakrojë dhe kjo është politik. Pra, nuk është se kundërshtari shpiku diçka që nuk ishte, sepse ishte nga sekretari i shtetit. Nëse heqim pjesën se sa ka investuar kundërshtari politik te ai përcaktim. Po kjo është tjetër gjë, shiko. Në fund një sekond. Unë të inskenoj të një incident dhe pastaj të them ti ke përplas dikë me makinë. Dgjoj.
Unë e di pse nuk besoj tek e para, sepse do duhet pastaj të besoj edhe tek e dyta. Që do thotë nëse do besonim që ishte një non grata e cila është paguar që të merrej, atëherë ne duhet të themi që Departamenti i Shtetit Republika dhe është paguar dhe që të hiqet. Siç u ble FBI-ja, më. Që unë mendoj që jo. E besojmë që u ble FBI-ja. Po FBI-ja nuk u ble. Po as departamenti atë u ble një individ. Ai çfarë duhet? Se mund të hym në detaje se kam lexuar dhe kam ndek me shumë mendje ti e di. Edhe çështën e FBI-s. Si ka mundësi personi që blihet bën burg dhe personi që blejnë janë të lishëm dhe vazhdojnë bizneset e tyre. Pa ka shumë dritë hi ajo. Edhe pjesa e FBI-s nuk kishte të bënte me Shqipërinë, kishte të bënte me Kinën, kishte të bënte me Deripaskën, pra oligarku rus, po më shumë kishte të bënte me që janë të dy prezent në Shqipëri me biznese. Po më shumë dhe Kina dhe Deripaska. Po sepse në momentin një sekond pra se po na përputhen shumë. Sepse në momentin që ka qenë ajo kontrata me Deripaskën, nuk ka patur probleme me Rusin për çështje non grata ose për çështje. Ja, ai ka qenë sankcionuar që kur erdhi, që ditën e parë ka qenë. Ardhi që ka qenë më pas. Dhe nëse ndjekim të vi logjike, Gjermania deri vonë është një nga vendet që oligarkët rusë ose Anglia kanë dhe klube futbolli. Patjetër. Po ky është tjetër diskutim, mos të hyjmë gjeopolitik, se nuk do marrim dot deri nesër. Kalojmë te pjesa tjetër e konferencës zotit Berisha. Po, që ti them me drejt. Dhe besoj se harrova pjesën e non gratës. Pra për mua është një lajm pozitiv, fillimisht për shqiptarët, sepse ish kryeministri i tyre, ish presidenti i tyre, pavarësisht më analizove një pjesë. Ka pjesë. Moralin e Ramës dhe të Partisë Socialiste që kanë refuzuar ligje dhe amendamente vetëm se ishte emri Sali Berishës në listë dhe nuk dolën të thonë jemi të lumtur që ju hoq non grata ish kryeministrit të Shqipërisë paktën. Tani vërtet i pret moral nga politika, semin kishin xhamitën. Jo. Jo më ka nuk pres moral. Nuk pres moral, nuk pres një arsyetim. Një sekond se ka gjithmonë moral. Nëse arsyetim kur të vi momenti, ndoshta do vi momenti. Po jo, një sekond se hëngrëm tre palë zgjedhje më me këtë histori. Rama ka tjetër sfidë tani, besoj. Po këtu për mua ka sfidë dhe Partia Demokratike. Ka i përgjegjësi Rama si lider i këtij vendi. Po përgjegjësitë non grata si tani do të nxjerr video se sa e ka artikuluar Rama non grata. E ka përdorur pafund. Siç ka përdorur edhe zoti Berisha shumë gjëra. Po më është angazhim politik ai. Nuk dua të hyj kësaj gjë sepse është çështje morali. Pra kur futemi te morali, unë te klasa politike e humbas. Të jemi sinqert. Më ikën jam plotësisht dakord me kjo morali, po gjithsesi. Por do të thyer tek se i bie që të pranojmë që janë një tufë perverse që kemi deputetët. Prap problemi i atij shehit të barazisë që tentohet të vendoset edhe tek politika duhet dhe ky është problemi kryesor i këtij vendi që nuk orientohet drejt gjetjes së moralit edhe tek politika, pasi ka moral edhe politika. Duhet të ketë. Vendosja e shenjës së barazisë dhe do duhet të kishte. Deklarimet që politika nuk ka moral nuk bën asgjë tjetër për ka treguar. Ka individ të moralshëm, po në tërësi nuk është. I japin përveç se kamuflojnë ato që me të vërtetë nuk kanë moral. Ti e di shumë mirë. Ka individ të moralshëm, po nuk është e gjithë e moralshëm. Dhe detyrimi i qytetarëve është të ndjekin dhe të mbështesin pikërisht individët me moral, edhe në politikë. Po. Kjo është një gjë që i takon atyre kur vjen zgjedhjet, nuk kam asnjë gjë kundër kësaj, bie dakord, nuk i fare. Dhe për të kthyer pak te konferenca e zotit Berisha. Unë mendoj që zoti Berisha reflektoi me vonesë dhe mendoj që e kapi me vonesë situatën e protestës, se fillimisht e natemoi, i tha Sorosian, më pas kaloi te pjesa dhe kam vështirën kush i ka dhënë informacione ka dhënë gabim, se nuk pres që ti ditë gjitha kryetari i partisë, ose pjesa e dytë që i ka quar Rama, janë të administratës, i ka quar Rama, janë të Erion Veliajt, janë të... Jo, Berisha nuk i ka thënë të. Të Veliajt e këtë nuk e ka thënë, po jo, asë Berisha ka qenë shumë i qartë në qëndrimet e veta dhe ka qenë serios. Janë kundër investimit, janë anti-Trump, i ka quar administratës. Berisha ka thënë, unë nuk jam kundër investimeve të huja, unë mbështes çdo investim të huj, por ka kërkuar që në momentin e parë thjesht dhe vetëm transparencë për procedurat në atë aferë. Protesta kam një ndërhyrje këtu. Si dikush që besoj e kam autoritetin moral për të folur publikisht, me që e kam mbështetur që 3 javë përpara se të ndodhte protesta çështjen e lë moralin. Jo, me që jemi ke pjesa personale. Tani pavarësisht gjithave dhe pavarësisht se unë mendoj që duhet jenë dhe ata aty që kanë qenë njerëz të Erion Veliajt në shesh që nga dita e parë, kjo është fakt. Mund të kenë qenë, po jo me porosi. Kjo është pjesa ku ndahemi pastaj. Sigurisht jam dakord me ty. Po që kanë qenë. Po patjetër më. Edhe njerëz Sorosit dhe organizata të shoqërisë civile.
Po dakor, po ka një gjë, mund të kenë qenë, po nuk është se thonë ata që Berisha në burg ose po s'ka rëndësi kjo, opozitë shitur. Po them për këtë, po them për pjesën që po hidhen atje. Po them që unë mendoj që këto parrulla po ndëgjosh. Thjesht unë mendoj që duhet jenë ata. Mendimi im janë parrulla që janë futur nga partitë e reja. Po thua që nga Qorri dhe nga të gjithë bashkë, po se nuk e ndaj dot, se janë edhe ata janë atje. Pra nuk e ndaj dot kush. Po unë sepse është një parrullë që ka dalë nga ata më herët. Dhe opozitë e shitur, për shembull, që unë e dëgjova dhe pardje, është më shumë një tezë që qarkullon nga ata dhe unë besoj që vetë një pjesë e protestuesve kanë ngjitur për shkak të asaj paqartësie, për shkak të frustrimit, që është normal. Paqartësia që kishte edhe Partia Demokratike 3-4 ditë para të protestës. Okej. Dhe për të ardhur pastaj edhe tek momenti i konferencës. Unë mendoj që kjo është një situatë, nëse nuk konkretizohet në parti politike, kjo lëvizje, në një strukturë, në një lëvizje qytetare, nuk e di si do ta marrë formën më pas, duhet të jetë një mesazh. Pra pas strukturës është e humbur, thotë. Për mua po. Se në fund fare do futet në sistem. Petër Magjar ju deshën 3 vjet që të mundte Viktor Orban një makineri elektorale e frikshme. Dhe që ishte brenda partisë vet. Doli nga brenda jashtë, po mori dhe opozitën, bashkëpunoi shumë opozita me atë që ai fitoi. Që të jemi, domethënë, të vërtetë. Dhe ajo që mendoj te rasti në konkret, mendoj që kjo është një ngritje topi e jashtëzakonshme që protesta ka bërë dhe Partia Socialiste dhe Partisë Demokratike për të hequr individët pa meritokraci, që besoj biem dakord ka shumë për të rifreskuar dhe struktura brendshme, forcat politike për ndruar leadershipin dhe për të qenë sa më afër qytetarëve. Fakti që ty të del një gjenerat e tërë aty në shesh do thotë që ata janë të papërfaqësuar. Padyshim më shumë janë të papërfaqësuar te majoranca, sepse ajo ka peshën më të madhe të pushtetit, por ata ndjejnë papërfaqësi dhe te opozita. Dhe ky duhet të jetë mesazhi kryesor që duhet ta kuptojnë, sepse kanë një gjëzjet vjen shumë shpejt. Janë disa muaj larg tashmë, nuk janë një vit larg. Nëse ecim normalisht, se mund të jenë më afër edhe qendrore. Mund të jetë më afër, nuk përjashtohet asnjë skenar. Pra unë besoj që kjo është mundësia më e mirë që parti politike, sidomos ato rryma të moderuara, tashmë do të jenë ato që të drejtojnë procesin. Si në Partinë Socialiste, dhe këtu të jap të drejtë ty, me që më ketë situar, ke të drejtë, të doli fjala, e pranoj. Shumur Elisa Spiropali është më konsekuente se Erion Braçi. Erion Braçi bën një hap para, bën 3 hapa mbrapa. Edhe pra është tretur Braçi, po ta them publikisht. Po e shijoj këtë momentin. Nëse Elisa Spiropali ka më qëndrueshmëri në artikulimin e saj dhe duket që e ka më seriozisht. Dhe unë uroj që tani është momenti që dhe ajo ta konkretizoj. Siç do desha. Shumë sa seriozisht dhe ka ditë mirë Bushati. Po kjo është një histori tjetër. Tjetër gjë, nuk e kam parë që të ketë një lëvizje të tij brenda PS-s. Siç e shoh te zonja Spiropali që është më aktive dhe duket që ka një lloj qartësie në mendim. E njëjta gjë edhe te Partia Demokratike. Pra ka koha që kush janë njerëz që lidhen me të kaluarën jo të shëndetshme të saj. Ish ministra 2005-2013, njerëz që kanë ngarkesa politike etj, për mua nuk duhet të jenë më të paktën në posta drejtuese, se nuk mund ta përjashtësh dikën nga partia. Pra kjo do jetë u ngrit topi për të bërë një reformim të partive kryesore politike më pakta mendoj. E kuptoj. Spahia e fillojmë nga non grata deri te konferenca, vështirë pse zhvillohet foto në 2 javë. Unë kam thënë vazhdimisht në fillim që ajo heqja e atyre kufizimeve nuk ka qenë në fakt triumf vetëm i Sali Berishës, ka qenë një triumf i gjithë qytetarëve shqiptar, sidomos qytetarëve të ndershëm shqiptar, dhe me një mesazh shumë të fortë që e vërteta nuk mund të burgoset. Patjetër. Do doja që për një moment mos flisnim për Berishën. Ka pasur një grup të madh njerëzish që vendosën të bëhen me Berishën apo t'i qëndrojnë atij në moment që ishte më i dobët që u shpall në grata. Si është ndjesia aty që besoj do të jenë brenda PD-s, nga eksponent lart edhe qytetarë të si është kjo ndjesia ditën që u hoq në grata? Që ato të atyre që vendosën qendrëstarëve të ditës më të zezë. Po sigurisht që ka qenë një kënaqësi e jashtëzakonshme dhe një triumf i bindjes absolute të gjithë atyre qendrëstarëve, të gjithë atyre personave që zgjodhen me bindje të plotë të mbështesnin në rithemelimin në një moment shumë kritik për Partinë Demokratike për hir të vërtetës, as pak të thjesht për antarët dhe mbështetësit e simpatizantët e saj, por
shiko, ajo çfarë ka rëndësi në fund të fundit është të ndjekish parimet, të ndjekish bindjen dhe të qëndrosh deri në fund. Në fakt atë përcjell, atë mesazhe përcjell edhe heqja e sanksioneve ndaj zotit Berisha, që gjithmonë ndeshmëria dhe qëndresa tek bindjet e drejta do të triumfojnë. Asgjë nuk mund ta burgos të vërtetën. Kjo ka qenë edhe thelbi i mesazhit të kësaj fitore të zotit Berisha, e cila përgjithësisht vërtetës është në një farë mënyrë fitoria e gjithë qytetarëve të cilët vun parimet kundrejt interesave të ngushta. A mendoni se mund të kishit kapitalizuar më shumë politikisht momentin e heqjes së nëngratës, mund ta kishit trajtuar më gjerë, ndoshta edhe mundet, ndoshta në skenë politike në vit elektoral, edhe mundet, shiko, edhe mundet pasi ka qenë një triumf i rëndësishëm për Partinë Demokratike. Por në të njëjtën kohë zhvillimet ishin të tilla, fillimi i protestës dhe dinamikat brenda, le të themi, realitetit politik shqiptar ishin të shpejta. Në fakt, për hirës vërtetës, unë thash edhe pak më përpara, ne kemi qenë jashtëzakonisht korrekt në qëndrimet tona edhe në raport me protestën që ditën e parë të saj, kur filloi si një reagim qytetar ndaj atij investimi në Zvërnes. Reagimi ndaj zvarritjes, ndaj marrjes zvarr, ndaj investimit. Edhe ndaj zvarritjes të atij qytetari, por po të referohemi deklaratave dhe qëndrimeve të kryetarit partisë kanë qenë jashtëzakonisht korrekte në thirrje të vazhdueshme dhe domosdoshmëri për zbatim të ligjit, respektim edhe të konventave kombëtare dhe nënkombëtare për respektimin e natyrës dhe në mbrojtje edhe të qytetarëve shqiptarë të cilët në rastin konkret ishin dhënuar keqasi nga strukturat e policisë së shtetit. Private, por nën prezencën e strukturave të policisë së shtetit. Vim te konferenca. Ka qenë hera e parë që mbajti PD-ja një qëndrim politik të fortë dhe final, që mbështetet të 5 pikat. Pra, përveç pra, qeverinë teknike dhe dorëheqjen e Ramës nuk është se bini dakord se janë, nduket se janë pika tuja ato. Janë të hershme qëndrimet të Partisë Demokratike. Për ligjin, për zonat e mbrojtura, keni bërë betejë deri në kushtetuese. Patjetër, pafund edhe atë. E juaja. Sigurisht, kufizimi i mandateve për gjithë jetën politike të individit është ajo pika ku njerëzit mendonin se do të kishte friksion, por nuk pati. Berisha tha i mbështes të 5 pikat, që do të thotë shpalli veten jo kandidat të PD-s për kryeministër? Do të thotë që është shprehje dakordësi dhe mbështeti ato kërkesa të ngritura me drejt nga qytetarët shqiptar. Partia Demokratike është një organizatë politike e cila është jashtëzakonisht fleksibël, sidomos kur bëhet fjalë për çështje të cilat lidhen direkt apo kanë një konsensus të gjerë publik dhe qytetar, në tek e fundit edhe e vetë ekzistenca e një organizate politike është të shpreh mas mirë dhe në mënyrë sa më të gjerë interesin qytetar, interesin publik, dhe në këtë aspekt besoj që Partia Demokratike i ka dhënë provat e një sensibiliteti, por dhe fleksibiliteti jashtëzakonisht të madh kur bëhet fjalë për interesin publik. Dhe në këtë aspekt nuk shoh asnjë surprizë në këtë aspekt. Sigurisht që zoti Berisha është politikani më me përvojë, eksperiencë në këtë aspekt dhe sigurisht që e ka krejt mirë parasysh linjen të cilën duhet të maj ai vetë, por edhe Partia Demokratike. Dhe në këtë aspekt besoj ka qenë krejtësisht korrekt dhe në mbështetje të s'pa hija kërkesave publike. Tani, Hita i tha që është një moment dhe një ngritje topi shumë e mirë për PS-n dhe PD-n për paraqitur. Hita prap tenton barazimin, atë shenjën e barazimit, i cili për hir të vërtetës unë e them vazhdimisht. Nuk mendoni se është një moment i mirë vetëm për PD-n, për shembull, për të riparaqitur me një ofertë të re publike? Nuk ka e lëm PS-n për një moment që do duhet mbajë një përgjegjësi për qeverisë. Me falni, nuk ka pas nevojë opozita shqiptare dhe Partia Demokratike për një moment të tillë
për të rinovuar apo rigjeneruar. Partia Demokratike në fakt ka ciklet e veta, ka momentet e veta kur natyrshëm rigjenerohet, rifreskohet, dhe nuk është Partia Demokratike e cila është në presionin e kësaj lëvizje apo kësaj revolte. Është Partia Socialiste, është pushteti, është majoranca e cila është në presionin e asaj revolte qytetare e cila të gjitha kërkesat i ka të drejtuara tek kryeministri dhe tek majoranca. Tani tentativat nga grupet të vogla të mbështetura edhe politikisht brenda asaj turme të pafund njerëzish, sigurisht që ne kemi deklaruar vazhdimisht, janë pak njerëz të cilët shprehin interesa politike të dikujt tjetër. Megjithatë në kalendarin e punimeve të opozitës ishte data 6 qershor ku ju do duhet të kishit ca ndryshime në strukturë, me sa më mend e keni shtyr? Është shtyr për çështje logjistike, pasi sallat e Partisë Demokratike janë në rekonstruksion. Tha dhe e deklaroi edhe kryetari Berisha, dhe kjo nuk ka asnjë lidhje me situatën. Me zhvillimet, e kuptoj. Me zhvillimet politike. Po ajo çfarë po doja të thoja edhe një herë është fakti që për te atyre pak thirrjeve të cilat i kemi deklaruar që janë të organizuar nga opozita, opozitës dhe pranoi dhe hita është lajm i madh. Mbështetje e qeverisë. Nuk janë futur nga ata, por te turma Shqipëria është një vend shumë i vogël ku çdo njeri i njeh çdo kënd. Jo, unë do ta them. Dhe është evidente që ato janë të përdorur dhe të futur nga përdorur nuk e besoj. Të përdorur dhe të futur nga pak njerëz me qëllime politike për të bërë opozitën e opozitës dhe për të mbështetur qeverinë. Kjo është evident, po kjo absolutisht mbështet qeverinë s'kan mbështet qeverinë. Po kjo absolutisht nuk ja hek madhështinë asaj proteste. Protesta nuk është njerëz që mbështesin qeverinë, nuk ka njerëz që mbështesin qeverinë të protesta mendoj. Ka socialist. Po që mbështesin qeverinë, janë kundër. Jo, unë po them këto që i deklarova si opozitës, i bën një shërbim majorancës dhe qeverisë. Ata e kanë të gjithë. Dhe kujdesu mund të keni koalicion. Në të aspekt e thash, dhe kjo nuk po them edhe një herë, kjo nuk zbeh as pak madhështinë e kësaj proteste dhe për neve nuk ka asnjë lloj problemi. Për neve nuk ka asnjë lloj problemi. PD-ja ka kërkuar koalicionin gjithë atyre, i keni ftuar që të futeni në çadër. Po sigurisht ne është detyrë një opozite të realizojë një koalicion sa më të gjerë edhe matematik anti-qeveri dhe anti-majorancë. Kjo duhet të jetë edhe qëllimi i asaj proteste. Në atë protestë, jo pa qëllim thashë, ka njerëz të shtresave të ndryshme, të bindjeve të ndryshme politike. Madje ajo protestë do të duhet ta zgjeronte sa më shumë kërkesën për bashkim ndaj çdo kujt që është kundër Edi Ramës, qeverisë së tij dhe politikave të tyre të cilat preken direkt interesin. Hita thotë nuk janë të shtyr. Njerëzit në shesh dalin kundër qeverisë së Ramës dhe ca veta shkojnë ke Selia PD-s. Tani, prandaj e thash, aty ka shumë kolorite aty. Ka shumë kolorite pra. Dhe kur të shkojnë Korçara e kolorite duhet vim te tema, te pjesa kryesore e kësaj teme. Reagimet e Ramës ndaj protestës. E filloi me shumë sportivitet, tentoi të bënte sikur do i dëgjonte dhe më pas hoqi maskën e liderit demokratik, arriti te fuck you qytetarëve në shesh, tani ka angazhuar antiterrorin, pra kaloi nga lideri demokratik evropian te Ayetollahu i bulevardit. Metamorfoza e tij ishte e tmerrshme. Nëse tash është bërë flamingo fare, po ti referohemi në rrjeteve sociale. Ishte edhe një shprehje, një fragiliteti edhe psikologjik i tij. Se je doktor, tash i do mbash përgjegjësi edhe nga çik ndërhyn edhe aspekti profesional. Okej. Në vlerësimin e karaktereve dhe individëve të ndryshëm. Dhe në këtë aspekt besoj çdo shqiptar e ka të qartë që kryeministri shqiptar është në një presion të jashtëzakonshëm, të cilin nuk e përballon dot. Duhet të shohim nga veprimet e tij të pakontrolluara. Kemi parë ato daljet publike tek ato festat gjasme të PS-s i përfituar komplet. 3 herë 35 vjetori i Tiranës. Ishte absurde dhe me ato veprime dhe deklarata kajtësisht jashtë kontrollit të turpshme në fakt për çdo personazh publik dhe veçanërisht për një kryeministër të
të një vendit, por edhe thëmë edhe njëherë ishte në impresionin e të mërshëm të ati i cili e kupton që është kapur në flagrancë në vjedhje dhe në korupcion dhe tani ma i ka ra maska ajo aureola e ati liderit europian. Zhveshur pak të para publikut europian. Dhe i ka ndollë një problem tjetër. I ka ra dhe ajo arma e fort që ka pas ai algoritmi të cilin e kontrollon të plotësisht. Kjo obsesioni me algoritmin. Dhe fakti që tani e kanë konkuruar, madje e kanë mundur në një betejë të tillë mediatike, e kanë mund atë ushtrin e patronazhistëve të cilët hynin dhe kërkonin që nëpërmjet le të themi metodave teknologjike të dominonin opinionin publik. Tani ajo ushtri është mundur keqasi nga efekti që ka pas një protest kaq masive qytetare tek opinioni publik. Po të vëshre një prej, le të themi, arritjeve kryesore të kësaj proteste ka qenë çlirimi i opinionit publik nga ajo dhuna e jashtëzakonshme e pushtetit e Edi Ramës, i cili kontrollote çdo media publike, kontrollote mediat sociale, kontrollote atë ushtrinë e patronazhistëve të cilët ishin të infiltruar në çdo nivel të shoqërisë shqiptare dhe o nëpërmjet kërcënimit, o nëpërmjet shkopit o karrotës. Bravo, tentonin të orientonin opinionin publik. Dhe në këtë aspekt mendoj se ai ka kuptuar që ka humbur dhe këtë betejë ku ka pas një prej anëve më të forta dhe sigurisht atë pastaj ka kalu tek ai modeli komunikimit totalisht i pa kontrolluar. E thash, jo vetëm të ato daljet publike në festat. Tani po arrim të dëmpisë UÇK-n. Tani ka arrit në përplasje me UÇK-n, ka arrit në përplasje me fqinjet tanë të cilët i ka akuzuar për përfshirje dhe mbështetje të shërbimeve të tyre sekrete tek protesta. Tentoj të bëj pis protesten duke insinuar si ku është e financuar dhe mbështetur nga Irani. Kërkoj të përfshinte si objektiv të revoltës edhe presidentin Trump, po edhe aty dështoj keqasi. Përfundoj duke i ofenduar qytetarët shqiptar me ato shprehjet e turpshme në anglisht të cilat janë të pa pranueshme në gjuhën publike nga qytetarët normale, jo ma nga një kryeministër. Dhe gjitha këto tregojnë në një farë mënyrë edhe atë urrëtitjen që ka tani më ndaj qytetarëve të cilët i shef si ja kanë hequr totalisht vizën. E shihni afër dorëheqjes? E shoh të pashmangshme dorëheqjen e tij. Është mënyra vetme për ta rikthyer vendin edhe një herë në normalitet, në thojza normalitet. Në stabilitet për të rikthyer edhe një herë paqen sociale, e cila është detyrim për çdo qeveri dhe për çdo kryeministër. Tani është masë evidente fakti që në Shqipëri nuk ka një paqe sociale. Ato njerëz aty dalin sepse kanë 1001 arsye gjithë secili prej tyre për të treguar revoltën ndaj qeverisë dhe përfaqësuesve të tyre. Ato njerëz dalin sepse kanë problematika me të cilat tani më identifikojnë qeverinë shqiptare dhe kryeministrin shqiptar. Dhe i ka ra jo pjesa e saj frikës që kanë pas nga kërcënimi i pushtetit apo nga, le të themi, interesat e lidhura me pushtetin. Sot efekti që ka pas kjo protest është fakti që po të dëgjosh në çdo tryezë, në çdo takim, në çdo grumbullim të qytetarëve, në çdo bisedë të tyre, dhe vetëm një është kryer fjala. Kryeministri Rama ka kryer punë. Kryeministri Rama duhet vetëm të largohet në mënyrë që të çlirojë vendin nga kapja e korrupsionit, dominimi i krimit organizuar dhe për fat keq edhe çlirimi i vendit nga ajo pesha e madhe e humjes së shpresës që është shumë shkatërruese. Jashtë teme. Bajrat, si do ja merrnin mandatin Mariana Koçekut?
Si do... Shiko, ne kam thënë... Jo, nga që jeni përplasur edhe... Jo, e kam thënë edhe në daljet e tjera të mjetë. Për gjykimin tim, nuk janë bajrat që e kanë kërcënuar Mariana Koçekun. Është Rama në vendin bajrat? Absolutisht. Dhe këtë e kam bindje absolute. Prandaj ajo i ekspozohet. Asnjë grup kriminal nuk mund të ndërmerrte një hap të tillë pa një arsye shumë të fortë ndaj një deputete. Dhe prandaj edhe deputetët e tjerë PS-s shitën Koçekun? Po sigurisht, pikërisht për nga qëndrimet që ka marrë Edi Rama dhe nga urdhrat e Edi Ramës. Unë kam përshtypjen absolute që ka qenë pikërisht Edi Rama i cili ka aktivizuar këto grupe kriminale për të bërë presion ndaj një deputete në mënyrë që t'japin minimalisht të japin edhe sinjalin ka shi çdo deputeti tjetër që mund të imagjinojë apo mund të tentojë të shkputet nga grupi parlamentar i PS-s. Kjo ka... Që do të thotë ka sinjale që mund të shkëputen deputetja? Po patjetër. Besoj dhe ju e keni parasysh, mund të keni ndonjë informacion që janë jo të pak deputetët e Partisë Socialiste të cilët e kuptojnë që tani ma varka... Duhet e Liga thonë që rrezikohet mazhoranca në këto momente. Pra 3-14 veta. Shiko, unë di shumë prej tyre të cilët e kuptojnë që varka tani ma nuk ka shpëtim. Dhe mënyra vetme për të amortizu sa do pak shkërmoqjen e komplet kësaj mazhorance është marrin masa sa më shpejt për ta bërë në mënyrë të zbutur, në mënyrë soft, një shkatërrim të pashmangshëm. Hitaj, Rama përballë protestës në këto 25 ditë. Shiko, unë mendoj që pavarësisht reagimeve të zotit Rama, po jepet shumë kohë nga ana e protestës. Pra që do thot, nëse ka patur atë energji të jashtëzakonshme dhe nuk e ka patur opozita, për shembull, atë protestë kombëtare që u bërë në fundit në Shesh, u rrethua kryeministria, është hera e parë që ndodh. Ndoshta mund të kenë ndodhur në vitet 92. Po, ajo sa si njerëzish. Nuk jam i sigurt, por është një energji e jashtëzakonshme dhe sa më shumë kalon koha, nëse kjo nuk kanalizohet, unë kam frikë se do zbehet. Uroj që të mos ndodhi kështu të jem më gabim dhe e mbyll këtu diskutimin. Unë nuk do shikoja shumë reagimin e zotit Rama, sepse zoti Rama nga pjesa që kaloi në mbrojtje, pra nga hutimi i momentit të parë tashmë është në sulm. Dhe në përgjithësi kur Partia Socialiste me gjithë mekanizmat që ka futet në sulm, e kalon dallgën. Nuk po them që kalon stuhin, po kalon dallgët e mëdhaja. Uroj që të bëhet më mira, sidomos për protestën, të marrin zgjidhje të gjitha ato gjëra, të mos vijojë kjo sulm që zoti Rama i bën individëve të caktuar, sepse në fund të ditës për çfarë nevojë ka një kryeminist të ekspozojë qytetarë? Për mua pikërisht, për mua nuk duhet merremi me individin, duhet marrë me pjesën që ka të bëjë me kërkesat. A qëndrojnë apo jo kërkesat? A janë të vërteta ato që është strategjia e komunikimit e Ramës. Po kjo është i takon atij. Unë për vete nuk dua që të shikoj një gjë të tillë tek kryeministri. Ajo që do dua të shikoj te një politikan është pranoj që bëhet gabim dhe ofron zgjidhjen. Pa këtë duhet ta kenë të gjithë. Por për hir të së vërtetës, pavarësisht atyre që thot zoti Rama, ka një dozë të vërtetë. Për shembull, nuk përjashtohet fakti që aty mund të ketë elemente infiltruar nga shërbime armiqësore në përqindje të ulët. Por kjo nuk e zbe fare protestën. Mund të jenë individ me gishat e njerëz dorë madje. Unë nuk kam informacion, por mund të jenë, nuk përjashtohet. Fakti që zëdhënësi përshtypje i Ministrisë të Jashtme të Iranit e përmendi Shqipërinë, pra do thotë që ka një bazë. E përmendi sepse u sulmua nga kryeministri, u akuzua direkt nga kryeministri dhe reagimi ishte normal. Flasim për një vend i cili në këtë moment ka tjetër sfidë, ka ekzistenciale Irani. Që Irani mbaroi punë. Çfarë sfide ka Irani? Më fal, po. Sapo fitoi ca miliarda. Hormuzin e liruan, natën e mirë. Jo, si natën e mirë. Ju vran kryer më të lartë ushtrisë, ju vra lideri shpirtëror, prit pak. Ka një lidhje shpirtërore tjetër. Mos flasim për gjeopolitikë. Edhe fitoi faktikisht. Në qoftë fitoi me treshëgun e vendit të shkatruar. Po çfarë do të thotë? Nuk është argument fakti që po është tjetër gjë. Një shtet si Irani, në qoftë arrin që një shtet si Irani të organizojë qytetarët tuaj, do të thotë që shteti që ka shkërmoqur fare. Më dëgjove. Tani nuk është shesharak si argument për Iranën, se jo juve. Më dëgjove vetëm fillimin, nuk e thash ashtu. Thash që
kjo mund të jetë një përqindje shumë e vogël, madje ata në qindra mijëra njerëz që mund të kenë dalë atje. Ai i akuzoi si arsye kryesore, ai i akuzoi njerëzit si të orientuar nga Irani. Kjo është gabim për mua. Dhe ishte një autogol i pa imagjinueshëm. Cili shqiptar... Ky është një gabim për mua, ose... Dihet mirë kur... Ta ajo që thot Flavio, këtu hym të teoritë e komunikimit, pa ai po bën të relativizoni flet socialistëve të vetë. Se me drejt një pyetja ku je ti? Nëse Irani të organizon ty një protestë me 100.000 persona në rrugë, protesta mendoj që është shqiptare, nuk ka lidhje fare, dhe ata njerëz janë njerëz shqiptar, të cilët janë njerëz që kanë vuajtur kalvare problematike ndër vite në kurrizin e tyre, janë përballë me padrejtësinë, e tham, kërkesat e tyre për mua janë shumë të drejta dhe mbi të gjitha është energji e jashtëzakonshme. Por ka një gjë që duhet ta themi të plot. Partia Demokratike duhet të jetë më e qartë në atë që ofron dhe në atë që... Si kështë e madhështore, një pyetje Enkas për Ramën dhe ti thua Partia Demokratike. Po jo, nuk pres gjë nga Rama. Jo, thjesht po analizojmë si po reagon Rama. Rama sulmon blogerët. Dorheqen. Influencerat. Po, a invjeton do të me këta? A kapitalizon do të me këta? A rrit piket e veta politike me këta? Apo shendopsie? Piket e veta nuk i rrit. Por, ta thash, dhe besoj isha i qartë, edhe njëta situatë ndodhi me studentët. Në momentin që Partia Socialiste, me atë strukturën që ka, futet në kundër sulm, se ishte në mbrojtje deri tani. Në momentin që futet në kundër sulm, unë thash e kalon dallgën, nuk kalon stuhin, por dallgët i kalon, sepse është një strukturë. Në fund të ditës zoti Rama është në pushtet. Ka 86 mandate me gjithë aleatin e tij. Pra është një shifër shumë e lartë, e cila dhe me 100.000 veta nuk mjafton. Në çfarë rrethanash do jepet dorëheqjen, mendon ti? Për mua duhet ishte një strukturë, optika ime, një strukturë e cila të ishte strukturë të kthehet në lëvizje politike dhe të konkretizohet, dhe patjetër njerëzit duhet japin akoma më shumë besim, akoma më shumë mbështetje, gjysmë milion njerëz, 1 milion njerëz në shesh. Pra një protest për 3 javë, për 1 muaj, ku dëgjon. Dhe aty pastaj do ishte një gjë e pashmangshme që vendi të shkonte në zgjedhje. Por deri tani, pse, do të thënë, një sekondë. Deri tani, që të ketë zgjedhje parakohshme duhet ketë një krizë institucionale, që nuk është. Po funksionon, mirë keq po funksionon. Duhet të ketë kriza të thella që të ndërhyjë faktorin ndërkombëtar. Besoj qartë se nuk kemi në këtë situatë. Pra, ju nuk e konsideroni fare opsionin dorëheqjes. Nuk e shikoj. Nuk e pranoni. Jo, unë nuk e shikoj që do ndodhi. Opsionin e dorëheqjes. Unë nuk e shikoj që do ndodhi. Po nëse se pranoj unë, mos s'ka të bëjë te mua. Shikoj, nëse nuk jam çështje. Unë po them, atë që lexoj, nuk shikoj shenja. Tu është edhe çështje përgjegjësisht shtetërore edhe publike. Ky është edhe diskutim. Një person i cili për një muaj rresht nuk e shikoj. Sheh aty me 10 mijëra, madje në shumë raste me 100 mijëra persona të cilët nuk janë në paktën në këto protestat e fundit, nuk janë as të organizuar nga një forcë politike. Do duhej minimalisht të kishte përgjegjësinë qytetare publike, morale, të kuptonte që ky vend nuk është në normalitet. Dhe duhet të jap dorëheqjen. Madje në mandatin e tij të 4 sa i vjen. I 4 është. Duhet të kishte. Se kemi numrin. Akoma, po e kupton? I akuzuar një kryeministër, i akuzuar për afera madhore korruptive të faktura. Një kryeministër i cili edhe në prezencë të një revolte të tillë qytetare vazhdon akoma sot e kësaj dite nuk e dorëzon Belinda Ballukun drejtësisë. Ka një problem. Jo gjyqit popullor, drejtësisë, asaj drejtësisë të trumbetuar. Duhet ta themi të plot. Jemi të protesta sepse ka patur një muaj mjalti për DPS. Jo, jemi të protesta. Jemi të protesta edhe fal atyre denoncimeve të forta të opozitës shqiptare të Partisë Demokratike. Rezoluta integrimit, reforma territoriale, reforma zgjedhore. Që t'jemi të qartë për çështjet. Jo. Po për çështjet. Luciano Boçi i gjyti me mikrofon kokës mas viku tash muaj mjalti. Nëse është ashtu muaj mjalti, imagjino si është sherrri. A do ne flasim seriozisht. Për çështjet e integrimit Partia Demokratike ka thënë vazhdimisht që po, mantra juaj kjo. Po, do të jemi konsekuent edhe në raport me faktorin ndërkombëtar. Për gjitha çështjet që kanë lidhje me integrimin ne kemi dhënë disponibilitetin dhe dakordsinë tonë, sigurisht me sugjerimet dhe amendimet tuaja. Amendimet tona,
por kemi dhënë dakordsinë dhe mbështetjet plot, sepse janë i konsiderojmë në interes dhe të mirë të objektivit tonë kryesor të integrimit në Bashkimin Evropian, dhe kjo s'ka lidhje. Edhe në ditët më të këqija. Por tani, të kthej tek protesta, Partia Demokratike dhe opozita shqiptare në fakt janë denoncuesit dhe le të themi edhe mbështetësit, jo vetëm, por edhe furnizuesit me material për vite të tëra të gjithë atyre deklaratave të përfaqësuesve të kësaj proteste. Pra nëse Tërheqja zvarre derdhi kupën, ju po thoni kupën e keni mbush ju. Po sigurisht. Sigurisht. Dhe atë çfarë po them tani, është e papërgjeshme nga ana një kryeministri i cili edhe në një situatë të tillë dhe në një raport të tillë kaqësisht të thyer me qytetarët e vet, vazhdon dhe mbron pa hezitim të thash edhe një herë eksponentët më të lartë të qeverisë së tij, të cilët akuzohen nga drejtësia, të cilët janë kapur në vjedhje dhe në abuzim, se nuk po flasim pastaj për akuzat ndaj tij direkt. Hita një pyetje, më falni zoti Spaja. Ishte një reagim minimal. Do duhet një ndërhyrje te skenaret e largimit të Ramës. A mendoni se duke qëndruar te zyra e tij do jetë një luftë nervash dhe kohë ku Rama mund fitojë për shkak se ka strukturën? A do duhej dhe parashikoni një skenar Gruevski për Ramën ku qytetarët i bëjnë gjithashtu presion spakut që të marri seriozisht ato denoncime qoftë edhe të opozitës, se i ka letrat të Rama, e dim që i ka letrat e hapura në prokurori. Gruevski ishte një tjetër çështje sepse kishte një Edhe sapo ishte shpallur gati mbret. Kishte një afiliacion pro-rus, pra pati ndyshim Kursi. Se po mos kishte ndryshimin e Kursit, nuk jam i sigurt Gruevski do ishte apo jo në arrati. Po edhe Rama ka bërë ndryshim Kursi. Po nuk e ka bërë. Se ka mbajt politikës shqiptare fatmirësisht të kalojnë në lindje. Jo kursin e lindjes, po flas. Po deri te Vučići, ka qenë jo, apo ishin vëllezër. Rama ka bërë një sekond. Ka bërë Rama më shumë pirueta se një striptiste e papunë. Jo, është tjetër gjë, po nuk e ka lëvizur Boshin. Okej. Dhe ka bërë shumë mirë në rastin. Dhe shumë afera korruptive lidhen me disa prej kompanive të mëdha ruse. Po edhe striptiste e papunë. Kjo do ishte fatale për mua po të ishte një gjë e tillë, po nuk është një shenjë e tillë. Pra fatmirësisht, për Shqipërinë. Dosja e fundit për zotin Rama. Mendoni se dosja e fundit e parave drogës në ndërtim nuk e godet drejt për drejt kryeministrit? Nuk e di, do të shikoj akuzat. Fotot me Lavrov me këto tani mos ti konsiderojmë OSBE-s. Mos ti konsiderojmë këtë lartë edhe ato marrëdhënie sepse jo, po është një kontekst. Piruetat me drejt, po thot Flavio, piruetat që ka bërë edhe në shikoj, nuk e ka bërë letra e shkurtit që shkruajti bashkë me Vučić. Dgjoj, dua të them, po nuk janë ndryshime Kursi, Flavio, të lutem. Më fali, tha Bashkimit Evropian nuk duam ta ndërsohemi. Nuk janë ndryshime Kursi. Ndryshim Kursi do ishte Gruevski mbështeti Putinin në atë kohë miku im. Janë totalisht ndryshe, ti themi gjëra se që janë. Do jemi të vërtet apo të kërkojmë gjipërën në kash. Nuk është e njëjta gjë, nuk thash. Shqipëria jemi kritik më me Ramën. Gruevski nuk arriti kur deri në pikën sa të thonte për presidentin amerikan të deklaronte mos dash zoti që të fitoj Trump. Për botën dhe për marrëdhënien. Për kandidatin për president dhe e konfirmoi edhe pastaj kandidati për president është përfaqësuesi gjysmës. Dakor, por nuk ka arrit deri aty as Gruevski. Tani jemi kritik atje ku duhet, po mos jemi atje ku s'ka. Nuk mendoni se një presion i qytetarëve ndaj spakut mund ta përshpejtojë? Unë mendoj këtë gjë. Strategjikisht. Unë mendoj këtë gjë, zgjidhjet ose presioni duhet kanalizohet në politikë. Okej. Pra, ata njerëz që janë atje që dhe unë i mbështes dhe ti ke mbështetur dhe ke bërë shumë mirë, i ke mbështetur dhe ke pasur akuza të padrejta, dhe këtë po ta them. Pra, njerëzit duhet të jenë më shumë, nëse e kanë seriozisht që të largojnë një qeverisje me 86. Ju doni më shumë numër shesh, po thonë. Duhet të jenë shumë më shumë në shesh dhe në fund fare duhet të jetë një grup i cili mund të ketë anatemime, mund të ketë sulme, por në fund të ditës një lëvizje e re, nëse synon vërtet të rrëzoj sistemin, do përballet me balozët e sistemit. Pra mua nuk më shkon as kjo pjesa që ata që janë vërtet pas protestës nuk dalin sepse do t'i sulmojnë. Jo, do marrësh përgjegjësinë publike tani. Tani ka ardhur momenti. Pra ky është një moment që ndan fijen e holl për të bërit histori, për të dhënë fund një ermi tranzicionit, ose do rrim dhe do japim porosin WhatsApp. Kjo nuk më shkon. Okej. Dhe për mua që nëse duhet dhe duan vërtet që të ndryshoj qeveria, të iki zoti Rama, të iki Partia Socialiste dhe të mos vijë as Partia Demokratike, me sa shikoj unë që duan ata që janë në protestë një pjesë, duhet të jenë më shumë dhe duhet të organizohen. Në të kundërt, do shkojmë ndaj variant që mua më duket varianti më optimal,
më optimal dhe që më duket varianti si më serioz në gjithë situatë, që do ketë një strukturim nga brenda të fort si në PS dhe besoj dhe në Partinë Demokratike. Dhe ku flas një strukturim të fort, largim të gjithë leadershipit, si në PD, si në PS. Po jo, thot që duhet më shumë tani. Jo, dhash variantet. Dhash dy variante. Dhash varianti i parë. Nëse nuk do varianti i parë, tani të rrimë të diskutojmë për shifrat e pjesëmarrjes në këtë protestë dhe të themi edhe sot që duhen akoma më shumë, është absurde. Tani ne po flasim për një qeveri e cila po të them është e shkërmoqur në peshën e zullumeve dhe aferave madhore korruptive të saj, e cila vazhdon e qëndron në këmbë tani më duke sulmuar dhe dhunuar verbalisht edhe qytetarët e vet. Nuk ka më asnjë lidhje me realitetin kjo qeveri dhe kryeministër. Nuk mund të qëndrojë më as edhe një sekond. Sot ato qytetarë përfaqësojnë jo vetëm Partinë Demokratike dhe opozitën politike të një vendit, janë qytetarë të cilët shumë prej tyre në shumicën dërmuese prej tyre janë të pa angazhuar politikisht, nuk kanë pas ndoshta pozicionime politike, por sot e gjejnë veten të pozicionuar qartazi tek kërkesa për largimin urgjent një orë sa më parë i kryeministrit vendit, si shkaktari kryesor i situatës aktuale, si politike, si ekonomike, si sociale të këtyre qytetarëve. Dhe akuzat janë të forta. Dhe këtyre akuzave një kryeministër i përgjeshëm, një politikan i përgjeshëm do të duhet i përgjigjej me akte dhe veprime konkrete, të cilat do të çonin pak të sinjale drejt këtyre protestuesve. Po çka kemi sot? Sot kemi dhunë verbale, sot anatemon, sulmon, denigron, linçon ato qytetarë. Në vend që të ndërmerrte hapa minimalisht, po them, se unë jam për dorëheqjen e tij pa asnjë lloj kushti tjetër. Nuk keni qenë gjithkohës për këtë. Po them tani po marr edhe në versionin soft. A ju duket normale ju? Nuk do të duhej që ky kryeministër në një presion të tillë qytetar të dorëzonte Belinda Ballukun? Mandatin e imunitetin e Belinda Ballukut? Çfarë po kërkojnë ato qytetarë? Po kërkojnë jo të shkoj direkt në burg, po të hiqet imuniteti që në mënyrë që organet e drejtësisë të kenë mundësinë ta hetojnë në mënyrë të plotë. Një personazh që është krahu i djathtë i kryeministrit dhe e cila akuzohet për 100 milion euro abuzime. Çfarë kërkojnë ato njerëz sot? Kërkojnë që të bëhet transparencë për aferat e Akshit. 100 milion euro dhe aty të taksapaguesve shqiptar. Kërkojnë që kryeministri të ndërmarrë veprime konkrete për ato kryetarë bashkisë, Bedet Beci, tjetri, akuzohen të gjithë për... Po, akuzohen të gjithë për... Dhe ky i mbron. Gabim? Dhe ky i mbron. Gabim? Edhe tani ne diskutojmë. Korrupsioni nuk ka fare... Po dhe cila zgjidhja? Cila zgjidhja? Ne duhet të themi duhen aty 1,5 milion, kur të jenë 1,5 milion, do të thojnë duhen 2,5 milion shqiptar. Ne po themi çfarë duhet ndodhi që të japi. Ne atëherë ne jemi përballë faktit që kemi një kryeministër, jo vetëm të korruptuar, jo vetëm të kontrolluar dhe lidhjet ngushta me krimin e organizuar, tashmë e faktuar, shef aferën Aruba, kur ke pas përfaqësues lart saj majorancë në një takim të nivelit të lartë të krimit organizuar, i cili synonte për futjen e parave e 100 milionave euro të trafikut të drogës, të trafikut ndërkombëtar të drogës në investimet në ekonominë shqiptare, të cilat, shiko, se kam dëgjuar edhe njerëz që i konsiderojnë pozitive, po mos harroni, ato paratë e drogës e trafikeve tyre kanë shkatruar praktikisht, s'kan pozitive. Kanë shkatruar ekonominë shqiptare, kanë prish çdo balancë dhe çdo ekuilibër. Aleku i drogës nuk ka pozitive. Nëpërmjet cilit funksionon tregu i një vendi. Por s'ka problem, po kthehemi prapë tek diskutimi që një kryeministër i zhytur në këto skandale, i rrethuar nga persona me rekorde të tilla kriminale dhe skandale korruptive, do duhet të shprehte një minimum reflektimi ndaj kësaj revolte mbar popullore. Spaia Skenar Gruevski apo dorëheqje me të butë apo presion të Spaku? Ai do ikë dhe kjo nuk ka as edhe një diskutim. Në rast se si do iki, pastaj aty varet pak edhe nga ai.
dhe nga veprimet e tija. Në qoftë se ai do të më paga është fillimi i rënies. Dhe do të persistojë në fillimi i fundit. Në mos reflektim dhe në mos ndërmarrje të veprimeve për tërheqje dhe dorëheqje, do të përballet me forcën patjetër të qytetarëve shqiptarë. Dhe aty pastaj janë të legjitimuar të gjithë. Duke filluar nga opozita dhe nga çdo qytetar i ndershëm dhe i lirë i këtij vendi të reagojë për të çliruar veten e tyre nga hajduti që sot po i komandon dhe i kontrollon. Dakor, do mbyllim një diskutim të gjatë për protestën këtë javë. Miq të dashur, sigurisht këndvështrimet janë të shumta, do doja që të ndjekim pas pak rubrikën e opinioneve tona më cilësore. Do doja të falenderoj Arber Hitajn, faleminderit Barc Pahia. Bashkë shihemi deri të hënës, sigurisht që do të ketë shumë zhvillime të forta. Një protestë e madhe është paralajmëruar për ditën e nesërme, një tjetër do të jetë ditën e sotme ashtu si çdo ditë dhe sigurisht do të kemi gomarrliqjet e kryeministrit dhe të grupit të tij me tavlan ballë në krye deri të hënën material boll për ne. Puthje dhe përqafime dhe kujdes flamingot.